Shqipëria është renditur e para në botë në indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike me 98.33 pikë. Lajmin e bëri publik kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi këtë rezultat si një kthes të madhe pas sulmeve kibernetike iraniane. Nga një sulm brutal të vendi i parë në botë, bekimi i teknologjisë digjitale për vendet në zhvillim është i jashtëzakonshëm, sepse kur vjen puna tek teknologjia e re, nuk ka më vende të mëdha të vogla, të zhvilluara apo në zhvillim. Madje përkundrazi, kush është më mbrapa mund të bëjë kërcime të mëdha përpara, leapfrogs, duke kapërcyer në pak vite etapa që të tjerëve u janë dashur dekada. Kryeministri thotë se pikërisht sulmi kibernetik u bë shtysa për investime më të mëdha dhe forcimin e mbrojtjes digjitale. Ai sulm mund të na kishte kthyer mbrapa në epokën e sporteleve dhe radhëve të pafundme, duke na hedhur në lum qindra milion euro të investuara ndër vite në Shqipërinë digjitale, sepse mbrojtja jon kibernetike ishte ende e dobët, por edhe fal partnerëve tanë, rezistuam dhe nuk na gjunjëzuan. Përkundrazi, ai sulm u bë piknisje e një kthese epokale. Kreu i qeverisë thekson se vendi i parë në renditje nuk është rastësi, por rezultati i investimeve, forcimit të strukturave dhe ngritjes së kapaciteteve profesionale. Ky nuk është një kërcim magjik në renditje dhe as një dhuratë e rënë nga qielli, por rezultati i një pune të madhe për të ngritur kapacitete teknologjike të nivelit botror. Rama veçon dhe bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar, sidomos me Izraelin, në ndërtimin e sistemit të ri të mbrojtjes kibernetike. Kryeministri thekson se sulmet iraniane kanë vijuar, por pa arritur të shkaktojnë pasoja të mëdha, ndërsa puna për forcimin e sigurisë kibernetike do të vazhdojë edhe pas këtij rezultati.